Basketbollistët e klubit të basketbollit Proton Cable Prizreni i kanë nisur përgatitjet fizike për sinorin pranveror në ligën e parë të meshkujve. Sipas kryetrajnerit Arno Rifati, stërvitjet kanë nisur me kohë dhe skuadra do të përgatitet sa më mirë për pjesën e dytë të kampionatit. Po është fakt që sot pas një pauze diku 10 ditë që filluam përgatitje, mund të them që përkundër që kena kry pak herët stilin vjeshtor, por nuk i kemi ndalë stërvitjet edhe intensitetin. Nuk kena dashur lojtarët të bien në atë formën fizike, që është një prej atove kryesore në sport. Meqense në festat e fund vitit, edhe për shkak pak të kushteve jo të mira atmosferike, po të arsyeshëm të japim disa pak pushim. Mendoj që sot kemi filluar, diku deri datën 23 që kemi ndeshjen e parë, mendoj që do të jetë mjaftueshme. Skuadra është e kompletuar, tani veç presim edhe ardhen e një lojtarit amerikan, që ka më konë ardha e fundit, të shohim. Krahas ardhes së amerikanit keni edhe rikthimin e disa basketbolistëve si qëndrimi, keni edhe një talent besimin sa i përket formacionit. Po, ne kemi momenti kur kena kryer stilorin vjeshtor, domethënë na ul bashkë me njerëz që janë afër klubit dhe kemi parë për mungesat edhe gjërat që duhemi ti plotësojmë. Fakti kemi rikthy, jo rikthy, po ajo është në kthy në shtëpi vet, domethënë qëndrimi edhe me Ju falenderoj dhe klubit Bashkimi, cilët na kanë huazu talentin Besim Bityshi, i cili do të luajë me licencë 2 fish. Atëherë edhe pam që amerikani, i cili ishte në stilorin vjeshtor, ndoshta nuk i përmbush ato kërkesat edhe kriteret të cilat unë kisha pritur nga ai, edhe ato e kemi zaventsuar, që mendoj që kena bën një zgjidhje të mirë. Që në fillim të muajit shkurt edhe Urim Zenelaj do të kthehet në skuadër pas një lëndimi. Mendoj që jemi të kompletuar, kjo do të jetë ekipa përfundimtare deri në fund të kampionatit. Ndonë se nuk keni qenë të kompletuar, keni pas probleme edhe me shëndetin sidomos të kapitenit, ju megjithatë nga 8 ndeshje, 7 fitore, 1 humbje keni siguruar titullin e kampionit vjeshtor. Ndoshta një pyetje kështu formalisht se dihet që do ta vazhdoni ta ruani pjesën titullin e kampionit. Çka mendoni në pjesën e kampionit? Po, kjo ka qenë një përkushtim edhe një punë me një kontinuitet që kena bërë ndër disa vite, domethënë këta janë shumica janë të cilët edhe kanë luajtur edhe në Super League, domethënë duke u plotësuar me disa lojtarë të huaj. Normalisht qëllimi jonë është ta përfundojmë të partë dhe të luftojmë për të gjitha trofet, por gjitha prioritet kryesor do të jetë të shtyjmë trit, ato që kanë bërë edhe vitin e kaluar dhe vlen cekës që shumica sot janë aty po, edhe të kaluar lojtarët që kanë kaluar nga ky klub sot luajnë në Super League, meqense duke i parë edhe pse vetë kemi qenë në Super League, edhe kemi praktikuar një formulë edhe një metodologji të punës sikurse klubet tjera, po shohim që ato investimet po nduket që nuk janë shumë qëllume, do thotë të gjitha të hollat e buxhetit shkojnë 70-80% për lojtarë të huaj. Unë mendoj që më e mira është ti këta trit i shtym edhe jena jashtëzakonisht të kënaqur që edhe sponsorët që i kena janë duke na suportuar në këtë drejtim që ti mbështesim më shumë lojtarët vendor. Kjo do të jetë prioriteti im. E pjesa tjetër normal suksesin gjithë e dëshirojnë, po do ta dëshiroja një sukses shumë më mirë me lojtarë 90+ vendor, e aq më shumë përveç Drilonit i kemi, edhe pse Driloni është një Suareka është çdo me Prizrenin afër, edhe janë fshin ton të parë, kështu që është një ekip 100% Prizren që shtojmë edhe ashtu siç është edhe emri i klubit. E keni emrin e klubit Prizreni, jeni sipas mendimit tim pasi kam pasur rast që u përcjell në pjesën e parë të kampionatit, jeni të pa konkurrencë, ndoshta qysh tash duhet të mendoni për Super League, megjithatë fillimi i kampionatit ju sjell një derbi lokal me New Basket. Konsideroni New Basketin si konkurrent të kampionatit? Por ne me thonë drejtën më shumë fokusohemi te skuadra jon, ne nuk kemi ta veçojmë dikon që është më i mirë ose më i fortë. Unë si trajner çdo herë kam këshilluar lojtarët e mi që secili kundërshtar do të respektohet në maksimum, pa marrë parasysh se kush ai, kështu që ne çdo ndeshje i qasemi 100%. Unë jam shumë i kënaqur që Prizreni ka një klub në ligën e parë që është duke treguar rezultate të mira. E unë prej natyrës jam edhe pak lokalist, i du ekipet e qytetit tim, kështu që ata janë ekip shumë serioz dhe mendoj që ka më konë një derbi vërtet, kështu që besoj që do dalim me fitore, pse jo.
E di që keni përvojë të madhe në basketbollin kosovar dhe në Super League. Është pyetja shumë e rëndësishme, a filloni tash të mendoni veç për Super League? Edhe një herë pyetja. A mendoni që duhet të mendoni veç për Super League që tash? Jo, unë e thash edhe në fillim të intervistës, për mua Super Liga është këta djemë të riti t'i formoj si lojtar, të jenë shtytje për avancimin e basketbollit të Kosovës, lojtar të vendor që është një prej mungesave më të mëdha. Normalisht që secili lojtar, trajner, antar kryesie, donator, prioritet e ka Superliga, normal na 7 vite kemi qenë aty, por na nuk e kena pas problem u integru edhe në ligën e parë, pasi pi ligës parë na kena ardhur në Superligë, jemi klub i ri që tash në vitin 2026 e festojmë dekadën e parë, është klub 10 vjeçar i ri. Shka është më e mira, shka më zënë që klubi ka pas zhërë një stabilitet dhe kemi qenë një pikë rentabile çdo herë të mesëm që asnjëherë nuk kena me shku nalt apo poshtë, çdo herë kena marrë një konstant, kemi një organizim shumë të mirë. Lojtarët i paguaj me rregull, borxhe nuk kemi, çka është më me rëndësi, edhe kështu që secili që është përfaqësuesi i këtij klubi ndër vite janë shumë të kënaqur, po të njëjtën kohë edhe ndihen të privilegjuar të jenë pjesë e klubit tonë. Menaxhal, profesionalizëm i vërtet. Ju keni përvojë të madhe në basketboll, njeni mirë lojtarë. Po më intereson mendimi juaj, pasi ne kemi bindjen që njëri prej talenteve të basketbollit në Prizren është Besim Bytyçi, i cili është i kthyer. Na trego pak për cilësitë e tij nga këndvështrimi juaj si profesionist. Me të thënë drejtën, Besimin unë njoh që është nga fëmijë, pasi me të atin e tij, Labinotin, xhaxhajin e tij, futbollistin e Lirisë Kushtrim Bytyçi. Jemi shok e miq, jemi rrit bashkë në një lagje, edhe them drejtën, si kultivues i parë i basketbollit në atë lagje kom qenë unë, pasi që pjesa dërmuese janë marrë zhër me futboll dhe Besimi vinte pas të atit të na shikojë që luanin basket te bunkeri aty. Edhe mendoj që Besimi ka ecë me një fazë shumë të mirë, duke u falendëruar trajnerëve vetë që të kanë suportu edhe klubin Bashkimi, ka pas paraqitje shumë të mira edhe me përfaqësuesën e Kosovës, do të thotë me U18 në vitin e kaluar, që ka qenë një prej lojtarëve më të mirë në kampionat, përkundër Kosova s'ka pas ndoshta rezultat të mirë. Kështu që unë shoh që Besimi ka me një entuziazëm shumë të madh, pasi në klubin Bashkimi nuk po ka shumë hapësirë, pasi është akoma 17 vjeçar, kështu që na do ta suportojmë, do ta shtyjmë, po prap do të jetë në çdo gjë në dorën e tij. Rekomandimi im si trajner dhe si punëtor sportiv është ai të ecë për tokë, që të ketë kujdes, do të thotë, pasi që armja është e sigurt e ndritur, por nëse vazhdon të punoj, pasi që talentin mund ta kesh, por pa punë nuk bëhet asgjë. Ne jemi optimist, do të besojmë që Besimin dhe të tjerë do të punojmë për shumë lojtarë prizrenas, ti qojmë në maje më të larta të basketbollit Kosovës. Trajner, faleminderit për këtë bisedë, uroj që të keni përgatitje sa më të mirë fizike, ndërsa për sa i përket Superligës ne do të bashkëbisedojmë në fund të kampionatit për përgatitjet dhe synimet në. Ju faleminderit edhe juve për punën, ne si klub çdo ju vlerësojmë, juve personalisht, si dhe kameramanin tuaj Xhulin, cilën shfrytëzoj rastin që edhe ne me tim edhe të klubit basketbollit Proton Cable Prizrenit t'ia uroj për çmimin nga lidhja rajonale e Prizrenit si xhiruesi më i mirë dhe përcjellësi më i madh i aktiviteteve. Do thotë edhe unë si trajner jam pak i afërt në rrjetet sociale që i përcjellin ngjarjet nga afër dhe shoh një përkushtim të madh që të keni bashkarisht, jo vetëm për basketbollin, por për sportin prizrenas në përgjithësi në promovim. Kështu që njerëz të tillë për neve janë shumë domethënës dhe jemi shumë falendërues për punën e ju, që të tjerë ta ndjekin rrugën tuaj. Edhe kapiteni i skuadrës, Edo Kryziu, shprehet i bindur se skuadra e tij do të përgatitet shumë mirë për pjesën e dytë të kampionatit. Ai ndonë se lënduar, pati mbledhur forcat duke ndihmuar bashkëtarët në pjesën e parë për të shpallur kampion vjeshtor. Ndërkohë në pjesën e dytë, sipas tij, ekipi do të jetë edhe më i suksesshëm drejt rikthimit në Superligë. Pas një pauze dhe ditore që e kemi pas, sot është dita parë e treningut. Normal, përgatitjet po vazhdojnë mirë me qenë. Kemi pas disa ndryshime, po mendojmë normalisht synimi jonë është i qartë drejt Superligës. Klubi po punon me ambicje duhura. Ne po mundohemi maksimalisht me kry punën tonë si lojtar, edhe shpresoj që çdo sen ka më të shku okej deri në fund. Në pjesën e parë kampionatit ne keni 7 fitore, 1 humbje dhe kryesoni në tabelën e klasifikimit. Jeni kampion vjeshtor, ju për shkaqe shëndetësore nuk keni mundur të jepni maksimumin, por megjithatë keni shtrënguar dhëmbët edhe keni ndihmuar ekipin.
Po, sigurisht, tash e di mune që 7-8 muaj kam pas një lëndim, po falë Zotit mirë, me përgatitje mirë, kemi qëndru okej, çdo stan është okej, edhe synimi normal është i qartë edhe unë po mendoj më konë pjesë e Proton Cable Prizreni deri në fund, drejt synimeve tona të qarta dihet Superliga, edhe po mendoj që faza tjetër ka me shku si ka shku pjesa parë. Keni disa ndryshime në formacion, do t'ju mungoj basketbollisti Allen, Amerikan, mirë po si pas trajnerë do të vijë një basketbollist tjetër, është rikthyer qëndrimi, po ashtu e kemi edhe besimin. A mendoni se keni potencial të mjaftueshëm për ta ruajtur Prizrenin? Po, sigurisht ai ka qenë vendimi i klubit, bordit klubit. Kemi ca ndryshime, normal të martën ka me ardhur Amerikani tjetër, qëndrimi na është rikthy. Besi një prej talentave më të mëdhenj Prizrenit, po besoj që me këtë grup që jemi tash kemi me pas sukses edhe drejt synimeve tona qarta. Keni konkurrencë për ekipeve tjera për titull të kampionit apo jo veç tash mendoni për Superligë? Ne po qëndrojmë me kom tokë, sigurisht liga nuk është edhe dobët, po dihet skuadrat janë përforcu. Ne po punojmë edhe po vazhdojmë drejt synimeve tona, kështu që shihem javën tjetër në ligë. Me derbin lokale. Çka presim nga derbin lokale? Po sigurisht, synimet janë qarta, na do të luftojmë për fitore, po punojmë për çatë rrugtim dhe presim rezultate pozitive. Ekipi do t'i bashkohet edhe talenti i basketbollit Prizrenit, 17 vjeçari Besim Bytyqi. Ai, ndonse basketbollisti i klubit të basketbollit Bashkimi, me licencë të dyfisht do të paraqitet për ekipin e trajnerit Arno Rifati, ku shpreson të ketë minutazh në ndeshjet e Protonit për ta shprehur talentin e tij dhe për të kontribuar te kjo skuadër. Besim Bytyqi padyshim është njëri prej talenteve të sportit Prizrenit dhe jo vetëm. Është basketbollist, merret me basketboll, talenti i tij është i veçantë, i jashtëzakonshëm, ka 18 vjet, por për të mësuar më shumë do të zhvillojmë një intervistë me Besim Bytyqin. Besim, e thash që je një prej talenteve të basketbollit Prizrenit, na fol pak për karrierën tënde. Kur ke filluar të merresh me basketboll dhe cila ishte ideja? Hopat e para i kam marrë te trajneri Eden Godini, si 10 vjeçar ja kam fillu. Edhe deri tash jam edhe inkuadruar edhe me senior, me KB Bashkimin në Prizren. Fillove me Edonin, si shkoj? Ka një eksperiencë e mirë se më kanë pritë shumë mirë, si i ri normal, dhe i sa e kam marrë atë hovin me thonë mirë po gjatë. E kam pas vullnetin shumë të madh. Edhe për ata nështë më ka një mu, dhe me thonë sot këtu ku jam, mirë po duna me vazhdu alon, normal. Ushtrimi është marrë me futboll, ti me basketboll, pse vendosën për basketboll? O kanë edhe faktori i madh Bobi, të e di që edhe ai ka lu basket. Edhe të shtu të e një hapat edhe tina me thonë, të shku mas Bobit të këshyr lojna, se ne edhe kështu ka me që më ka një qef. Dhe sa kohë ushtrove me trajnerin Eden? Ka 7-8 vjetë gati, 7-8 vitet mira, edhe ma shumë nështë. Cilat ishin elementet e para që mësove me trajnerin? Normal, driblime, pasimet, normal, udhëheqja me top, çdo sanet bazike. Pas Edonit ku shkove? Pas Edonit, normal, jam këtu në Bashkim për momentin, ambient profesional, kuptohet. Ki trajnera si me eksperiencë të mëdha që janë lojtarë me eksperiencë shumë të madhe, që muj me mësu edhe për tyne, normal. Për mua është një eksperiencë e mirë shumë. Në Bashkim kalove shumë herët, tash jeni moshën 18 vjeçare, 17 ende pa i bë 18 vjet. Në Superligë, në një konkurrencë shumë të fortë me lojtarë shumë cilësor, ndoshta hapësira pak e vogël, si e pe veten aty në stërvitje dhe në lojë? Është mirë për mu, sa do pak, edhe pse nuk kam për shembull minutazh mirë, po është mirë që muj me mësu edhe veç duke pa, se veç duke nejt në ambient profesional, thjesht bosh edhe profesional, a kupton. Dhe me thonë, për mu është veç një plus, ma shumë për me i krahasu për gjeneratës tem, se dikush nuk mundet edhe më konë për shembull, këtu unë jam tepër falenderus që jam, normal. Për mu është shumë një plus i madh. Tash e ke licencën në dyfisht edhe në klubin e basketbollit Bashkimi edhe në klubin Proton Cable Prizreni. Sigurisht që basketbollist nuk mund të bëhet askush pa lojra, këtu do të kesh hapësirën më shumë apo jo? Po, kam mundu me dhënë maksimumin, normal. Mi ndihmu ekipit për me fitu normal çdo trofe të mundshëm, edhe veç me vazhdu para edhe për mu, për me fitu sa më shumë eksperiencë.
Besim cilën pozitë luan zakonisht dhe cilat pozita më merr dëshirë të kishte. Nish edhe dysh normalisht. Pozitën e playmakerit e pozitën e shooterit. Aktualisht luan për ekipin e Proton Cable Prizreni tash, normalisht në bashkim. Dëshira jote për cilin klub krahas bashkimit edhe Proton Cable Prizreni? Normal kuptohet në ligat më të forta evropiane si Euroliga këto. Me punë normal, janë ëndra si me thonë më mirë, po me punë çdo gjë arritet, mendoj unë. Cilin basketbollist e simpatizon vendor edhe cilin basketbollist të huaj? Basketbollist vendor gjitha kurave, Gjitha kurave. ka pëlqy Samir Shaptao, Dardan Berisha kuptohet. Tjetër për lojtar të tjerë që i kam si me LeBronin pëlqen, LeBron James, Michael Jordani, Kobe Bryant, çfarë. Nuk e pasur parasysh talentin ti e ke luajtur edhe për ekipet e grup moshave të përfaqësuesve të Kosovës. Normal, me lutë për Kosovën është një privilegj shumë i madh, se do e di që çfarë peshë ka Fanilla, jo mundu gjithë me dhënë maksimumin tem, edhe shpresoj që në të ardhurën me lutë në Kosovën no. Ke pasur trajner profesionist në klubin e basketbollit bashkimit, por edhe Arnori është një trajner që tashmë i dëshmuar me përvojën e tij, jo vetëm si gjyqtar, por edhe si trajner profesionist. Do ta kesh mbështetjen e tij, a mendon që do të përfitosh nga ky trajner? Mendoj që unë këtu me Pontën, po mendoj që kam marrë shumë eksperiencë mirë, edhe me trajnerin Arnor është trajner shumë i mirë, besoj që kam marrë shumë eksperiencë. Cilat janë synimet për të ardhmen, synimet tua personale, notarisht për të vazhduar basketboll, po diçka konkrete? Normal, kom qef mas disa viteve më kon edhe lojtar me minutazh alo më të madhe, edhe veç me dëshmu vetëm sa më shumë. Dhe në fund, cila është porosia e besimit për vete, për të tjerët, për sportin? Veç me punë, arritë çdo sen edhe që ato edhe kam e vazhdu me bë, deri sot, edhe kam e vazhdu alo. Kampionati do të fillojë me 23 janar me ndeshjen derbi lokale, por edhe të sinorit, pasi takohen dy ekipet në dy vendet e para, Proton Cable Prizreni dhe New Basket. E deri atëherë, skuadrat do të jenë të përgatitura sa më mirë për të shfaqur spektakël të basketbollit.